Sot dua të pyes, në çfarë moshe që je? A jep rëndësi vetes tënde? A je ti prioriteti vetes tënde? Apo gjithmonë vetë të tjerët para vetes tënde? Dhe në qoftë se jo, atëre nuk ke me faj, por janë bindjet kolektive që kanë filluar nga brezi në brez, se mos ky brezi jon është brezi që prindrit i thanë ti si fëmijë nuk meriton të jesh i pari të shikosh veten tënde, po ke detyrime, ke rolin e shpëtimtarit të ndihmësit të japësh. Kujt nga ju i thanë që ne duhet të duam më parë veten tonë, po gjithmonë na mësuan si ne të duam të japim, të shpëtojmë, të ndihmojmë të tjerët, sidomos prindrit e brezit ton. Tani që ne na dhanë detyra akoma sapo filluam të rriteshim. Duhet të ndihmonim familjen tonë, të shpëtonim, akoma dhe tani, ato bindjet kolektive janë të njëjta. Fëmijët kanë detyrime. Unë sot dua të them që mëso të duash dhe të bësh prioritet veten tënde, sepse nuk mund të japësh nga ajo që nuk ke. Detyra e prindit është të japi te fëmia, dhe kjo është sistemi i rregullt në një familje, hierarkia. Në qoftë se uji nuk zbret që nga lart, lumi zbret dhe ujvara nga lart poshtë. Nuk mundet lumi të shkojë nga poshtë lart, është e pamundur. Ndaj, që të gjithë të jemi mirë dhe si kolektiv në familje, duhet të jemi në hierarki dhe t'i japim rëndësi vetes dhe ne fëmijët të marrim nga prindrit tanë. Kjo është rregulli dhe sistemi i saktë në familje, dhe ne si motra dhe vëllezër të japim në motrat dhe vëllezërit më poshtë nga ne, dhe në të njëjtën kohë si prindër duhet të japim në fëmijët tanë. Asnjë fëmijë nuk ka detyrim ka si fëmijëve. Më falni, asnjë fëmijë nuk ka detyrim ka si prindërve. Me detyrim, me dëshirë, po, kur ka marrë dashuri dhe ka rrjedhur dashuria e rregullt, atëre çdo fëmijë do japi nga dashuria. Kur prindrit vërtet ke nevojë, duke mos sakrifuar veten e tyre. Ndaj sot bëj këtë ushtrim dhe thuaj vetes tënde. Thuaja këtë dhe ver emrin tënd. Unë merita ti thuaj emrin tënd. Jam këtu të ve dhe të jem prioriteti i vetes time. Ti jap dashuri vetes time, kujdes, e lejoj veten time të jem prioriteti i vetes time. Kur unë mbushem me dashuri, atëre nga dashuria mund të jap. Dhe mund t'ju them vetëm kaq, sepse dhe unë, pavarësisht se punoj shumë, jam rritur nga një brez që vetëm kërkonin nga fëmijët, dhe unë gjithë të kohë jap, sepse unë mësova vetëm të jap, të shpëtoj të tjerët, të ndihmoj të tjerët dhe lodh veten time. Këto janë kufijtë e shëndetshëm që mund të vejmë të gjithë së bashku. Ndaj, çfarëdo që mësoj, çfarëdo që punoj, po e ndaj me ty. Për të gjitha këto dhe shumë trama të tjera, bindje kolektive nga paraardhësit, kam krijuar trajnimin e fuqishëm për të gjithë juve kudo që jeni në botë. Në datën 5 edhe 6 maj, ndërmjet platformës Zoom, do jetë mendorim energjie. Më pyesni në privat sa do jetë çmimi për këtë trajnim 2 ditorsh. Dhe në Tiranë, në datën 23, 24, 25, do jetë një trajnim 3 ditor
nga afër, që do punojmë me travmat tona, me bindjet tona, me mënyra të ndryshme, me meditime të ndryshme, si kush do marri me vete dhe një metodë të re që do ta përdori në çdo kohë që do ndihet keq. Metoda Access Bar për herë të parë në Shqipëri. Ndaj, ju mirëpres, rezervoni vendet tuaja dhe kujdesuni për veten, vini vete në vend të parë dhe në qoftë se kjo thirrja ime, zemra juaj e pranon, plotësoja dëshirën vetes tënde, sepse mbas këtij trajnimi asgjë nuk do jetë e njëjtë. Do punojmë në fellësi me travmat, në fellësi, për të gjithë juve gra dhe fëmijë, për travmat e trashëguara, dhe ju meshkuj me çunat tuaj. Ju mirëpres. Të gjithë së bashku mund të bëjmë gjithçka. Unë jam këtu për të të ndihmuar dhe për të dhënë dorën të shikosh dritën brenda teje, kurse vendimin do ta marrësh ti. Ju faleminderit dhe ju uroj ditë të mbar. Dhe mos harro që sekreti i gjithçkaje je ti. Për më tepër komuniko me mesazhe në Viber ose në WhatsApp tek numri 0030 699 321 46 37. Mos u vono të japësh vendin e parë vetes tënde.